Vjen dikun të pjesa e parë, një duel, edhe më dëshko me karton të verdh, ajo ka ty ka duelet për top. Marr karton të verdh nga i ndjeri referi Bekim Bahuta, Bekim duket Bahuta, nga Struga e ka referu lojën, karton të verdh. Referi FIFA. Edhe rrjedha e lojës ka matut, pjesa e dytë. Pjesa e dytë, kauna majtë e jonja, ishte Arsim Abazi, tash trajneri i respektuar. Ka lënë disi rreth arsimet edhe lëshoni tok pak ma gjatë se sa menova unë, edhe menova shkoj start shqis edhe me largu topi. Shku start shqis, po haj, normal, jetar cilësor, e shtypish pak topin edhe në kamerën e tina edhe E dite. për karton të verdh, E dite. e dita me njerëz si s'kam gjë. Edhe unë i shtrim, edhe ai i shtrim duro, edhe po vjen referi po më thot, djalosh duhet më ndëshku me të verdhin. Thash, mose more zotit tash, kjo ndeshje revjale thash. Nuk bën, tha, nuk bën për shkak se për karton të verdh, tha, jo për direkt kushin. A moshën e kam jo, tha, e ki një, tha, duhet. Edhe me të vërtetë kum nevitin shumë keq, më kanë ndëshku me karton të kush, edhe unë ças dyshysh prej pa turpësisë me thonë se pe ngushllokit. E jam shku, jam dal pe fushës, kryt ulur poshtë deri në zvershtore, që është ka normal, ka shtimoni keq. Edhe ajo nuk shihet asnjëherë pesë mbrojtës tan.